Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Bashkimi Evropian garanton mbështetjen për SPAK. Ambasadori i Unionit në Shqipëri Silvio Gozzato gjatë një takimi me kryetarin e ri të strukturës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar Klodian Brau, nënvizoi rëndësinë e vazhdimit të rezultateve konkrete në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Sipas tij, forcimi i kapaciteteve hetimore dhe garantimi i standardeve të larta në hetime dhe ndjekje penale janë vendimtare për konsolidimin e progresit të arritur dhe për sigurimin e rezultateve të qëndrueshme në fushën e sundimit të ligjit. Mojimi së drejtës për arsim në gjuhën amtare, procesi gjyqësore të montuara politikisht dhe dënimet pa drejta, shkelje sistematike të drejtës së pronës, gjuhërrejtje, racizëm dhe diskriminim në hapësirë publike, mungesë të barazisë para ligjit dhe sigurisë juridike janë disa nga shqetësimet e ngritura për të drejtat e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut nga Forumi Ndërkombëtar për të Drejtat dhe Liritë e Njeriut. Forumi përkrah deklaratën e sekretarit dhe përfaqësuesit lart Karl Hafen mbi shqetësime serioze për gjendjen e të drejtave dhe lirive themelore të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Sipas Forumit Ndërkombëtar, këto shkelje bien ndesh me deklaratën universale të drejtave të njeriut dhe kundërshtojnë standardet demokratike dhe europiane. Opozita maqedonase akuzon qeverinë për hyrjen e grupit serb Alta në tregun bankar të Maqedonisë së Veriut. Sipas LSDM-s, në pozitat menaxheriale dhe në bordet mbikëqyrëse të bankës janë emëruar persona me lidhje politike dhe biznesi nga konteksti politik vendas. Opozita kërkon hetim mbi marrjen e bankës dhe origjinën e kapitalit. Akuzat vijnë në një kohë kur marrja e bankës është formalizuar si procedurë. Banka Industriale Bitola më 12 dhjetor 2025 mori zyrtarisht emrin Alta Bank AD Bitola. Në lidhje me pretendimet e opozitës, ajo reagoi duke cilësuar lajmin si të pavërtet dhe manipulues dhe paralajmëroi hapa ligjor. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë Piro Vengu gjatë inspektimeve të pasojave të përmbytjeve në qytetin e Durrësit kërkoi verifikimin e dëmeve të shkaktuara edhe në shtëpitë e emigrantëve. Vengu ka qenë i pranishëm në zonën e Unazës së Durrësit ku vjon puna e mjeteve dhe efektive të komandës mbështetëse të forcave të armatosura për menaxhim në situatës. Vin të bëjnë konstatimet e dëmeve. Tani, mos filloi ajo historia, jo po ishim, banorët ishin aty etj. Pra, se shoh kanë shumë që janë në emigracion. Një ditë më parë, Vengu theksoi se situata në Durrës mbetet problematike duke bërë me dije se rreth 800 banesa janë përmbytur si pasojë e rreshjeve ndërsa 180 banor janë evakuuar për arsye sigurie. Ata janë strehuar pranë 2 konvaleshencave në qytet dhe ku po ofrohet ushqim dhe shërbim mjekësor. Kryeministri i Shqipërisë reagoi pas akuzave të opozitës lidhur me situatën e shkaktuar nga moti i keq në disa qarqe të vendit. Edi Rama kujtoi se rreshjet shkaktuan përmbytje edhe në disa vende të tjera të rajonit si Itali, Greqi, Maltëzi dhe Kroaci, por andaj opozita nuk fajson qeverinë. Një ditë më parë, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u shpreh se përmbytjet janë rezultati politikave të dështuara urbanistike dhe mungesës së investimeve në infrastrukturë dhe sistemin e kanalizimeve, përgjegjësi që i atribuohet qeverisë dhe pushtetit lokal. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.